Përfaqësuesja demokrate McKeever akuzohet për sulm pas përleshjes në qendrën e Aqësit, thot prokurori e New Jersey. Përfaqësuesja demokrate LaMonica McKeever po akuzohet për sulm në një përleshje me oficer federal jashtë një qendre parburgimi për emigrantët, tha prokurorja më e lartë federale e New Jersey, e cila njoftoi të hënën se po të rrite një pati për hyrje pa leje kundër kryetarit bashkisë së Newarkut, arrestimit i cili çoi në trazir. Prokuroria e përgjithshme e Shtetit Bashkuara, Alina Haba, shkroi në mediat sociale se McKeever po përballet me një akuzë për sulm, atak, pengim ose ndërhyrje në zbatimin e ligjit, por dokumentet gjyqësore i japin detajet, nuk u publikuan menjëherë as nuk u bën të disponueshme publikisht në internet. Ndjekja penale e McKeever është një çështje rrallë penale federale kundër një antari në detyrë të Kongresit për akuzat tjera përveç mashtrimit ose korrupsionit, rasti menjëherë prek një luftë shumë të gjerë më të rëndësishme për pushtet midis administratës Trump të angazhuar për një rishikim rrënjësor të politikës migracionit dhe një partie demokratike që përpiqet të gjejë mënyra për t'u përgjigjur.